Mirë, kjo është demokracia? Ku di shqiptari që është demokracia? Ku di dhja që është demokracia? Ta gjia me i fjallë. Po, mua nuk më shqetëson se ne... Në kamera jemi tani. I përkasim një brezi... Po, që jemi mësuar. Jo, bravo, jemi mësuar. Se në kohën tonë, kur kemi filluar në ca gjëra, s'kishte motele. Edhe ke liqenin e kemi bërë me sy të lirë. Ka pas kamera njerëzore? Po, unë shqetësoj vetëm përse do mbyllen vende pune. Patronazhistët falimentojnë me Smart City. Qysh? Patronazhistët zhduken. Sepse i dallon fytyrën, ku je, qa po bënë. Ti thua që do jenë të panevojshëm? Jo vetëm panevojshëm, po nëse dalin patronazhistët nga loja, kamera të vënat katëranë, se thua jo ti? Tu duhet jetë problemi, kjo duhet jetë problemi. Është goditje të mërshme... Është goditje në brez për partin. Po këtë po e bën Edi Rama vetë. Eksakt. Vetë Edi Rama ka bërë për këtë, da shka desha? Ky është diversion për t'ia fut PS-s. Erion. Faik. Edhe këtë se kisha dëgjuar do me Rama, po ja prish punë PS... Po, këtomi? Një kanë gjëra që nuk do përgjojme ashtu si thuhet, sepse norma e Bashkimit Evropian që është AECT-i për inteligencën artificiale është që shtetet nuk kanë të drejtë të përdorin inteligencën artificiale për të bërë face detection individ caktuar. Ku kaloj Erioni? Po iranianët çfarë mendimi kanë për këtë? Për çaj duam ato kamerat ku nuk bën face detection? Ky dhe për kinezët. Po. Bashkimi Evropian nuk e lejoj që ta përpunoj inteligencën artificiale. Po patronazhisti mund ta përpunoj? Patronazhisti nuk e di, po nuk e besoj që do bëhet për gjithë. Mund bëhet për makinat, mund bëhet për mjetet, mund bëhet për personat që kur ke në makinë një shoqe që s'do ta kesh. Me lejen tuaj mund të them diçka. Jo vetëm një sekond, kryeministri ka thënë që në aeroport do të kalohet pikërisht vetëm me face detection. Pra, kjo është e sankcionuar, nuk e di nëse ka. Edhe face Edhe në Europë, ka normë gabimi, që ti jemi të qartë. Edhe në Europë. Sepse mund ta në aeroport nuk është kjo që do shifen njerëzit, përkundrazi. Dhe kryeministri natë që ka thënë ajo, nuk e bën identifikim aty. Ti nuk është apo kalon rrugë e bësh face detection. Po çfarë? Në aeroport do të identifikohesh. Edhe në rrugë ka thënë. Edhe në rrugë kudo ti identifikohesh kush je, identifikon njerëzit kërkime kështu me radhë. Atëherë problemi i parë është niveli i kamerave që do vendosen, pra në sasi sa do jenë. Me mira. Çfarë qëllimi do kenë? 160 milionë euro. Pikat e vendosjes. Nga janë marë. Nga jashtë. Nga ku pra jashtë? Nga i vend demokratik apo nga i vend me probleme? Demokratik. Dhe e fundit fare jo. Dhe e fundit fare është vlera, po vlera pak më intereson. Kur zotëria hapi me shumë drejt atë problemin e citofonisë skallës, pra ajo ka kushtet disa nene se nuk dua të citoj tash, shkelje privatësie, llogaritë tash kjo. Dhe çështja më e rëndësishme është transparenca dhe siguria që kemi ne si qytetarë. Kush do t'i menaxhojë këtë kamera? Rendi, parlamenti, bashkia. Kush do t'i menaxhojë? Në dorë të kujt do jenë? Sa me integritet do jenë njerëzit që do t'i monitorojnë këtë kamerë? Sa kodë sigurie ka? Unë do isha shumë dakord nëse një sistem kamerash, jo të këtyre parametrave, mos jemi para mbylljeve, po s'dua të kaloj këtë teoritë konspirative, një sistem kamerash i tillë të vinte nga një shtet demokratik me norma europiane. Të hapësh si diskutim, të diskutohesh nen për ner pjesa ligjore, pastaj të vendoseshin kamerat. Qështë ato po vjen kamerat aty janë bërë... Nuk kemi kështu principat tani që kryeministri të bëjë çfarë dojë, domethënë. Kompani...